Pas fitores së ish-presidentit bullgar Rumen Radev në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën dje në Bullgari, vlerësohet se ai do të ketë 130 vende deputetësh. Kjo do të jetë mjaftueshme për Radevin me koalicionin e tij Bullgaria Progresive që vetë të formojë qeveri. You should know that Bulgaria will pay efforts to continue its European path, but believe me, strong Bulgaria in strong Europe needs critical thinking, needs pragmatism, because Europe has fallen a victim to its own ambition to be a moral leader in a world without rules. Radev, i cili në marrëdhëniet me Maqedoninë konsiderohet person me qëndrime të ashpra, mori urime nga politikanët e Maqedonisë, por edhe mesazhe se pritet të ketë zbutje të dialogut. I pari sot në mëngjes i ka uruar përmes telefonit kryeministri Mickoski me mesazh për tejkalimin e çështjeve të hapura. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova thotë se me Radevin deri tani nuk kanë gjetur mirëkuptim dhe nuk ja ka haruar as incidentin me flamurin maqedonas. Съм го запознала господинот Радев, многу пати сум го сретнала. Не се согласуваме за полно работи, но умееме да се сослушаме. Очекувам да се видиме, да разговараме. Се разбира со двете знамиња и да трагаме по ново решение. Ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski paralajmëroi dinamik pas kontakteve me Bullgarinë menjëherë pas formimit të qeverisë. Ние веднаш по формирањето на владата ќе превземеме соодветни действија и мерки за развивање на диалог и се надеваме дека може да се најде некое соодветно праведно решение кое што ја потврдува нашата желба за напредок кон евроинтеграцијскиот пат, но земајќи во предвид и самопочиток кон нашиот идентитет, јазик и историја. Kryetari i Kuvendit Afrim Gashi shpreson se Bullgaria më në fund do të ketë qeveri stabile me të cilën do t'i mbyllim çështjet me fqinjin ton lindor. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese, Gashi tha se Kuvendi do t'i miratojë ndryshimet kushtetuese, por më parë të kemi garanci nga Bullgaria. Rruga evropiane është pjesë e agjendës son, por dilema që i kemi duhet t'i zgjedhim me qeveri stabile politike. Shpresoj se do t'i tejkalojmë dhe se do të kapim trenin e parë për zgjerim dhe të jemi pjesë e atij procesi. Kuvendi është menjëherë i gatshëm për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, por duhet të ketë marrëveshje që në të ardhmen të mos ketë çështje të tilla për identitetin. Radev i fitoi zgjedhjet në Bullgari pas pakënaqësisë së madhe të qytetarëve dhe protestave masive për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit që solli disa vite krizë politike dhe pamundësi për formim qeverie. Ai më herët dha dorëheqje nga funksioni i presidentit të Bullgarisë, pas së cilës formoi edhe partinë me të cilën doli në zgjedhje.